Japonia është e gjitha në sulm, kundër përgjigjet Italia. Mbrojtja e Japonisë është e hapur. Kanë mbetur mbrapa vetëm Harberi dhe Callaghan. Dhe tani po lejojnë hapësira të tjera. Në marrë mira. Quajtje! Italia kalon në avantazh 1-0 me një kundërsulm të shkëlqyer. Na bën gol. Duhet ta pranojmë se janë shumë të zotë në kundërsulm. Po, gati Tomi. Trajneri po më fut në një moment të vështirë. Do të thotë se ka besim tek unë. Duhet të përkushtohem në maksimum për t'ia shpërblyer. Kurajo nuk ka përfunduar ende. Duhet të kemi besim. Mbi të gjitha duhet të kesh besim ti, Oli. Do t'ja dalim ba. Do t'ja dalim. Kemi një ndërrim për Japonin. Numri 11 Tom Beger hyn në fush në vend të numri 3 James Derrick. Të shohim nëse do të jetë në gjendje të ndryshojë diçka për skuadrën e tij. Kam 3 vjet që nuk luaj në një skuadër futbolli gjatë kohës kur kam qenë në Francë. Nuk isha i sigurt se mund të jepja kontributin tim për kombëtaren japoneze. Ti futemi punës. Oli, Djema, ju premtoj se do t'jap maksimumin tim. Fillon loja. Jepi, provoje! Numri 11 Becker po drejton topin në anën e majtë të fushës. Një rezervë s'ka për ta mundur dot. Interesante, Japonia paska edhe lojtar tjetër të mirë përveç numrit 10. Ta marrë mira. Pa ime numër 11 kush është? Nuk e shikon, numri 11 është Tom Becker. Çfarë? Harton merr topin dhe drejtohet për tek porta e kundërshtarit. Forca, jepi çiftjarët i skuadrës së Japonisë. Forca, Brapoli! Jepi! Ka ecur shumë përpara. Çifti i artë i skuadrës është thyer në çiftin e artë të kombëtares japoneze në Francë. Oli dhe Tomi janë vërtet një kopje e përkryer. Që ç'ke me të? Edhe pse ka 3 vjet që nuk luajnë në një ndeshje së bashku, nuk ka asnjë problem për ta, sepse janë një çift i artë. Çifti i artë turet drejt portës së kundërshtarit, por kanë ende një pengesë të madhe për të kaluar. Portierin e përkryer të Italisë nuk do të jetë lehtë të shënojë në portën e tij. Jepini, forca Oli, forca Tom! Forca vraponi përpara! Jepi Oli! Dua 2 mbrojtësa tek secili, shpejt! Do të shkojmë ne. Po, mos ki merak. A do të arrijë mbrojtja e fortë italiane ti ndaloj? Kemi hyrë në zemër të mbrojtjes italiane tashmë. Po, erdi çasti Djema.
Ndar! Beger çan për mes mbrojtjes italiane. Portieri sulet drejt tij. Beger do të gjuaj në port. Beger e pason te Harton. Rafisha te Harton. Harton e kalon përsëri topin e qendër. Beger sulet për të gjuajtur topin me kokë. Ishte gati për ta gjuajtur, por jo, nuk e gjuan. Beger pason përsëri dhe ka shënuar. Çifti i arti japonis argëtohet duke luajtur me portierin e përkryer dhe në fund e mund atë. Ndeshja tani ka shkuar 1-1. Ishte me të vërtet një kombinim i bukur. Po, është e vërtet, por ju ashtu bukur as ta triblimet tona. Ishte një aksion i shkurtër dhe i shpejtë. Ashtu është. Bufeti mund të jetë vërtet një portier i përkryer, por nuk do të arrijë kur të bllokoj kombinimet e përkryer të Olit dhe të Tomit. Skema 3-5-1-1. Tardei i vetmi sulmues. Do të përforcojmë mes fushën. Bëni presion të shpejtë dhe mos i lini ata të dy të arsyetojnë. As fiksojini. Do t'i zëmë në befasime kundra sulm. Dakord jemi djema? Po! Topin e nisjes e ka Italia. Unë e mirë, Deni. Është e vërtet, Oli dhe Tomi janë çifti i artë i skuadrës japoneze, por nuk duhet të harrojmë se në ekipin ton kemi edhe Mark Lenders. Mark, jepi! Mirë, që nga të gjithë në mbrojtje. U mjaftoheni vetëm me parazimin. Ne do t'ju mundim. Harton ndalohet nga dy mbrojtësit italian. Nuk arrin t'ja kaloj topin Lendersit. Po bllokojnë Olin dhe Tomin. Kjo do thotë se do të kemë më pak mbrojtësa në kurris. Bëj një gabim shumë të madh dhe unë do ta shfrytëzoj këtë rast. Ta marrë mira, nuk arrim do të futemi në zonën e rreptësisë. Ej, Filip, ato të lëvizësh nga vendi. Prit, nuk duhet të shtyjmë përpara, për ndryshe do të na bëjnë gol siç bën pjesën e parë. Ej, çfarë po thua kështu? Ashtu është, nuk duhet të shpërbëhemi dhe të rrezikojmë të na bëjnë një gol tjetër. Duhet bëjmë shumë kujdes nga kundërsulmi i Italisë. Nuk do të arrijnë kur të shënojnë. Jepi, forca Japonia! Kanë mbetur vetëm 3 minuta nga përfundimi. Nuk ka asnjë ndryshim për ne, sepse si do të përfundoj kjo ndeshje, Argentina do të luajë në finalen e kampionatit botror. Kujdes, Harton rrëmben topin dhe fillon të ecë përpara. Nuk do të lejoj që ndeshja të përfundoj kështu. Jepi Tom! Krosim në qendër, gjuan Beger me një rafishat. Por portieri shpëton përsëri portën. Përpara në kundër sulm. Gjuan topin e kundër sulmit. Çfarë fati që qëndruan pas, Filip? Bëj kujdes, ruaj pozicionin sepse duhet t'i ndalojmë. Shkojmë të shënojmë golin djema, ky është çasti dur, janë në vështirësi tani. Kemi besim tek ti, Ed. Forca djema, bëni një gol, kemi edhe një mundësi të fundit. Boneri e kthen sulmin dhe hedh topin përsëri përpara. Do ta fitojmë këtë ndeshje! Po! Forca! Shkojmë Tom! Jam gati! Janë shumë të shpejtë. Nëse quajmë Italin një vetëtim blu, aksioni Harton dhe Beger është një rrufe e bardhë. Nuk do ta humbasim ndeshjen, do të ndaloj unë. Ej, çfarë ke ndërmend të bësh kështu? Ma lësho bluzën more. Ai është faul, duhet ta lëshosh, lëshoje. Ata marrë mirë. Do të shënojmë edhe do të fitojmë. Të lum, Toli! Harton po reziston shumë. Jepi Harton, porta është afër. Harton e çon topin përpara me tak. Mbrojtja italiane është përçar dhe Harton gjua në port me një rafishat të shkëlqyer. Shpëtoi, portieri e pret gjuajtjen. Japonezët janë vërtet të pafat. Nuk mund të lejojmë që të sapo ardhurit nga Japonia të na mundin. Ne përfaqësojmë Italinë, atë dheun e futbollit. Do ta shohim. Do vazhdoj të gjuaj në port derisa të shënoj. Prite këtë po ishe i zoti. Gjuajtje fuqishme Harton.
E priti. Një gjuajtje pas tjetrës. Do ta shohim. Do vazhdoj të gjuaj në port derisa të shënoj. Prite këtë po ishe i zoti. Gjuajtje e fuqishme Arton. Pritje e dytë vjen me një herë pas tjetrës. Do të ma paguani shtrenjtë. Ju keni fyer futbollin ton. Askush nuk më ndalon dot. Është më mirë të vdesësh se sa të jetosh pa nder. Provoje, Mark! Jepi, për mua nuk ka as edhe një ndryshim. Ka më thëmë kyçi, i mallkuar. Nuk ka gjë, do ta pres edhe këtë gjuajtje. Jam stërvitur shumë me topën që më dha zoti Turner. Do të shënoj një gol dhe do të fitojmë. Prite këtë! Nuk do të mundësh kur të kapësh gjuajtjen e tigrit! Portieri Buffetti nuk ishte çfarë të bënte. Gjuajtja e Lendersit e përthyu krahun e portierit. Haha, je i madh, Mark, je i madh! Po, fituam! Mark! Po! Ja dolëm! Dhe sulmuesi madhështor i Japonisë, numri 9, Mark Lenders, realizon golin vendimtar dhe e çon në fitore skuadrën japoneze. Italia e Gino Buffettit ka luajtur një ndeshje të mirë, por humbi. Po, jemi të fortë! Po, ja dolëm ban trajner. Tiema kemi luajtur një ndeshje të përkryer. Është me të vërtetë e pabesueshme. Italia ka humbur kundër Japonisë. Djema, shkojmë. Forca e kemi në radhën tani. Po, shkojmë! Edhe Japonia nuk është as pak keq. Bëre vërtet një gjuajtje të shkëlqyer. Faleminderit. Do të thoja se ishte fantastike. Jam shumë i gëzuar sepse mësova diçka nga kjo ndeshje. Çfarë? Në të gjithë botën ka shumë futbollista me të cilët dua të luaj dhe dua të fitoj. Do të përballem me ta edhe pse do të më duhen shumë vite, sepse janë shumë. Më parë jam munduar gjithmonë të mund, por objektivi i karrierës time është shumë më tepër se sa ai. Duhet t'ja dal. Do të bëhem sulmuesi më i madh në botë. Dhe jam i sigurt se do ta arrij këtë duke veshur bluzën numër 9 të kombëtares japoneze. Kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi për mua. E vërtet, ke të drejtë, Mark. Do të habisim gjithë botën dhe mund ta bëjmë së bashku duke mbajtur këtë bluzë. Po. E dini se çfarë duhet të bëjmë? Tani ne na duhet ta fitojmë këtë turne patjetër. Po! Oliver Harton, ti arritë të më mundësh. Por e ke merituar plotësisht fitoren. Dua të të them diçka, Buffetti. Do të më pëlqente shumë të luaja përsëri me ty. Sigurisht. Çfarë i ka ndodhur në dorën e djathtë? Më vjen keq që herën e kaluar ne u sollëm si të marr. Më vjen shumë keq vërtet. S'ka problem. Mirë pra, miru pafshim djema. Mirupafshim, Buffetti! Mirupafshim, Shteti! Mirupafshim, Buffetti! Mirupafshim! Ju lumt, djema ishe të shkëlqyer. Shkojmë të falenderojmë tifozat tanë. Ata kanë qenë me të vërtetë të mrekullueshëm sot. Eja, shkojmë djema. Tifozët tanë duken shumë të emocionuar për ndeshjen me Francën. Për francezët është një sfidë e rëndësishme. Futbolli për ta është një traditë, përfaqëson shumë më tepër se sa thjesht një sport. U emociono kanë më shumë se japonezët. Ej, ani këtu! Oli, nga kjo anë këtu!
Gjermania sapo e mundi Kanadan 4-0. Schneideri luajti një lojë madhështore, realizoi 3 golshin e parë të kampionatit. Schneideri realizoi një 3 golç? Po ndeshja midis Uruguayt dhe Belgjikës. 3-1, Uruguay e mundi Belgjikën. Sulmuesi i tyre, Ramon Victorinho, i bëri të 3 golat e ndeshjes. Me martë e mira, 2 lojtarë kanë shënuar nga 1-3 golësh që ditën e parë të kampionatit. Mendoj se nuk do ta kemi të lehtë të luajmë kundër tyre. Ja ku janë, shikojini po vinë. Pierre Drayton, kombëtaren francez. Pierre Leblanc konsiderohet nga të gjithë si një yll kinemai ose si një superhero. Franca, më e favorizuara e kampionatit, luan kundër Anglisë. Do t'jetë një ndeshje e madhe që do të filloj me topin e fillimit nga Franca. Kapiteni Francës, Pierre Leblanc, e çon topin në mes të fushës. Ta marrë mira, driblon me një lehtësi të habitshme. Dhe ka një klas të admirueshëm. Ja, tani do ju shpjegoj arsyen pse e quajnë artisti i futbollit. Artisti i futbollit e çuditshme. Sa finte të bukura, por unë nuk do ta lejoj kurrë atë të më kaloj në fushë. Lojtarët e Anglisë nuk arrin t'i bëjnë dot ballë. Duket sikur është vetëm ai në fushë. A do të arrijë të shënoj? Oliver Hutton dhe Tom Becker po më gështrojnë. Do ta tregoj gjithë vlerën që ka. Pieri pason topin. Provon të gjuaj. Franca e shkon dëm këtë rast. Çfarë? Trajner nuk mund të më lini në stol. Më lini të futem në vend atij djalit që nuk di të luaj. Napoleon, mos harro se sapo e bër pjesë e kësaj skuadre dhe për momentin duhet të presesh dhe të vëzhgosh se si luajnë të tjerët. Unë nuk kam ardhur këtu vetëm për të parë ndeshjen, prandaj më fusni në lojë dhe keni për ta parë që do të bëj gol. Forca pra, më fut më një herë në fushë, tani thash. Dhe është gol! Gol! Anglia shënon 1-0 kundër Francës! Tani do të kishim qenë avantazh. Mjaftonte vetëm që ju të më kishit futur në fushë dhe ne do të kishim qenë avantazh. Do të bëjmë një ndrim. Napoleon Ferrer do të hyjë në fushë në vend të Bonshantit. Më në fund e vendoset. Kemi një ndrim për Francën. Anglia hidhet në sulm. Një ndërhyrje shumë e bukur e mbrojtjes. Ferrer rëmben topin dhe sulet përpara. Po çfarë po? Ja pra ku jemi. Nëse do të fitosh më paso topin, do të shënoj një gol. Oh, në rregull, Napoleon. Do të bëj si thua ti. A do të gjuaj në port këtë Leblanc? Ja ku e ke topin, Napoleon! Jo! E pason topin dhe ja jep Ferrerit që kalon përpara. Provo të kapësh gjuajtjen time! Dhe është gol! Një gjuajtje shkëlqyer! Ferrer ka hyrë në fushë dhe ka shënuar me njerë në një gjuajtje shumë të fuqishme. Jeni tani më i miri Francës! Ta marrë mira. Ej Oli, çfarë ke kështu? Përse po dridhesh i tëri? Çfarë ka ndodhur? Është e pabesueshme. Bota është me të vërtetë e madhe. Të mendosh që ka kaq shumë kampion, kaq shumë sa kurrë nuk e kisha imagjinuar. Nuk do të jetë as pak e lehtë djema. Do të luajmë ndeshje me të vërtetë të vështira. Por po luajmë në një botror dhe duhet fitojmë. Mos shiko poshtë. Shiko përpara. Shiko lart. Roberto, po shkon ora 4. Pas pak do të jepin lajme mbi kampionatin botror për të rinj. Në rregull, shkojmë t'i shohim atëherë.
Gjermania dhe Uruguay kanë fituar 2 ndeshje rresht deri tani dhe po i afrohen fazës finale. Me siguri që në grupin C do të fitoj patjetër Franca dhe Anglia, por Franca është skuadër më e mirë. Edhe Japonia e ka finale në dorë. Oliver Hatton është me të vërtetë i zoti. Është fantastik, i pabesueshëm. Ej, djema, ndeshja po fillon. Ja, po erdhëm. Në ditën e dytë të turneut, Argentina ka mundur Italinë 5-0. 5-0. Kampioni i Argentinës Juan Diaz ka thyer një rekord. Ka shënuar 5 gola në një ndeshje të vetme. Gino Buffetti, portieri italisë, ishte dëmtuar në krahun e djathtë gjatë ndeshjes së parë me Japoninë dhe nuk ishte në gjendje të mirë. Në këtë ndeshje do të më kishte pëlqyer më shumë po ta kisha sfiduar Buffetti në formën e tij më të mirë. Por tani nuk ka më rëndësi. Unë duhet të shikoj përpara për ndeshjen e radhës. Ajo është së nesërmes me Japoninë e Oliver Hartonit. A ke besim? Sigurisht që po. Ne do ta mundim patjetër Japoninë. Oli është rritur dhe është bërë një futbollist me famë botërore. Ashtu si shmendoja. Nuk më zhgënjeu në asnjë moment. Ka shumë futbollist më të fortë se ai, por Oli mund t'ja dalë mban. Mund të bëhet më i miri. Bëhu i fort, Oli. Asnjë synim nuk është i pamundur për ty. Duhet kesh gjithmonë besim në aftësitë tua. Only a bandit